Sherry, Sherry lady, na 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 na. Unë sot jam bërë si një qershic. Ndërsa unë jam bërë si një top sheqeri. Top sheqeri Laz. Top sheqeri Laz. Ufa. Kristiana. Klea. O Klea, o Kisiana. Qa janë këto që thoni? Lady. Ambaruar. Barua. Shumë pik mi goca. Ne. Semra ky Kleti pas ka qenë vetëm në fare. gjimnaz. Unë kam qenë shumë njëri kështu që mësoja dhe nuk më dilte koha me për pikmi. Po do të mësojnë, janë i pikmi. Po, por kur vinte rasti e bëja ndaj çishën. Zysha unë nuk kam mësuar sot, pastaj del aty edhe. Ato që mësojnë janë më shumë pikme. Për zotin, vërtet. se vin aty të thonë, ua si vë kaq shumë make-up ti, unë s'do vija kur kaq make-up. Unë si të bëj make-up, unë visha vetëm Jo s'di, se ato nuk e ulin veten, thjesht thon, "Ua sa shumë make-up ke vend ti, unë më pëlqen trik shumë natyrale, nuk këto të vjen make-up." Shumë i bukur peneli, po mua më ka thënë gjithmonë që kam sytë të tërhequr dhe s'kam nevojë ta bëj penelin. Më pyeti njëra para ca ditësh në komente, ç'a bën që i ke flokët kaq të gjata dhe të dëndura kur i ke bjonda? Si më fake. Ai kam Po, a është një pick me girl, një vajzë që gjithmonë do të bjerë në sy që është ndryshe nga të tjerët? Po, është pikërisht ajo vajza që do të jetë ndryshe, të duket ndryshe, ose kur i thua për shembull shoqës, "Ua si ka mundësi që ha dhe nuk shnosh?" Dhe ajo thotë, "Hajde, nuk shnoshem sepse nuk trashem kurr, nuk më." Por kjo jam unë, po unë e them se është e vërteta. Okej, po prapë nuk shnoshemi. Po nuk po themi në raste të tilla, po themi në raste më kështu. Ose është ajo që thotë pse ke bërë aq overline buzët? Unë i kam të plota vet, nuk e bëja kur filler. Si e dalloni ju një pick me girl? Mundohet kudo të bjeri në Po, sy. të ketë vëmendje. Jo se mundohet të bjeri në sy, mundohet shumë të bëj çato lloj gjëje. Po. Unë mendoj që ka dhe një gjë, ka gjithmonë një kundër përgjigje, ose do të jetë gjithmonë kundra rrymës. Po, të kundërshtojë. Po, do të thënë, Nuk ka lidhje, s'ka lidhje se ti mund të jesh kundra rrymës, mund të jesh shumë Po e kundra bën në mënyrë rrymës. klas. Jo, nuk ka lidhje se si e bën, nuk e bën me idenë që o shife, unë nuk jam si gjithë gocat e tjera. Dhe kështu si jam unë është më mirë se gocat e tjera. Kanë të manin për të dukur sa më shumë, për ta marrë vëmendjen, për të futur në një vend dhe dëshpëruara për Po, vëmendje? nëse janë me djem për rreth, janë tre goca dhe njëra që gjithmonë do të bëj të pamundur që të bjerë në sy, që vajzat e tjera mos e duhen dhe kjo të duket, është ajo që i ngacmon, flirton. A është pick me për shkak kur i prezanton ti një shoqe të dashur dhe ai fillon rregullon flokët? Po mira, ato si pik mi aty që janë. Apo është më shumë? Është më shumë se pick me. Është më shumë. Tjetër më veta. Shiko se Aty hyn në me zelozia. jo, e di ku e mendoj ndryshe unë, nëse për shembull e zëm, je ti e lidh? Jo, jam unë e lidhur. Ma jo ma taks mua të lutem. Jam unë e lidhur? Je ti e lidhur? Unë jam e lidhur? Je ti e lidhur? Po. Edhe i thot, vjen te unë ti më thot, hajde çojmë foto të dashurit tim. Dhe ja japu një herë kështu? Kjo është okay. Po nëse ti thot do vinë te Se shtëpia t'ja jote. jep kështu. Po, nëse ti thot do vi tani dashuri jot, edhe unë filloj e lyem rregullohem, aty është problem. A kemi ne goca pik mi këtu në vid? Unë mendoj që ne të gjitha jemi nga pak pick me në një moment të Lër jetës. ti vendoj një. E di për shembull kur jam unë pick me? Po zemra po keme. Guxon. Kemi. Po, hajde bëjmë atë hajde bëjmë atë lojën që ta tregojmë. Anonim. E di kur jam unë pick me për shembull, kur dikush më bën kompliment, e kam shumë çuditshme se e para nuk di si të reagoj, edhe për shembull thotë sa të bukur i paske flokët, do të thonë, "Ami se më janë djegur, ami se si kam në më të mirën tim, i kam pasur më mirë." Ose sa bukur e paske bërë make-upin sot, ami se herë tjera kam pasur më mirë. Edhe ky është momenti që unë ndihem shumë pick me. I them unë Krista se kjo bukur e s'është ke pick trupin, me, kur me. vishet Jo me. Është mi. Po jo me ty po të them unë e ke shumë bukur. Po jo pra se je pick me duke tentuar të tregosh që herë të tjera je më mirë se sot. Nuk është se herë të tjera ke shumë më mirë se Ja, edhe me trupin siç the Po, ti. i them unë Kristallit gjithmonë sa të bukur e ke trupin, sa bukur e vesh sot, dhe Kristalli është e mje po më shfryr barku, jam shnosh shumë të kohët e fundit. I them jo mi se ke. Po Tash nuk e di a është sindroma e pick me girl apo thjesht nga që nuk kënaqem kurrë me veten dhe përpiqem të gjej një gjë të keqe, nuk e di. Je pik mi. Po ndoshta jam pick me. Okej, në këtë pikë mund të jem. Se a mund të quhem unë pik mi që i them vetes diva hasla? A mund të quhem? Jo. A mund të quhem? Ne kemi një lojë që do ta dallojmë kush gocë mund të jetë pik mi ose jo. Okej. Të krijosh shumë shoqëri me të dashurin e shoqes. Pick me. Jo, nuk mendoj që është Pick me, jo, është pick me se Zemra, ti e pick me, krijon. choose me, love me. Po, prita, Po ti mund ta kesh dhe thjesht shoka. Jo, prita shpjegoj. Krijon
shoqëri me të dashurin e shoqes. Do me thënë, ai si fillim bëhet i dashuri shoqes dhe pastaj ti e bën shok, nuk është se ti e ke pas shok para se Po çfarë të kesh ka? Nuk ka lidhje. Çfarë të kesh ka të bësh shok? Shumë shoqëri tha. Kujdes. Okej. Ban shoqëri me ishin e shoqes. Jo, këtu është pick me. A kjo s'është pikë. Atëherë Kjo kjo zemra çfarë duhet kjo shoqes me maj shoqëri ti me. O zemra, unë ta kem pas shok, unë ta kam thënë. Zemra, shoqja ime duhet ta urrej atë më shpirt. Ja vësh në dukje shoqes kur vishet shumë ekstra. Shumë ekstra apo shumë keq? Shumë ekstra. Ja vësh në dukje për mirë. Shumë keq, shumë Tani keq shiko shoqja mirë. ka dy raste. Rasti i parë është kur ti je shoqen dhe ti ndoshta ke ardhur me hudi me streçe dhe ajo ka ardhur shumë ekstra dhe ti ndihesh si Klea dhe Kesiana sot për shembull. Dhe ti ndihesh Ka problem ne jemi një Oreo. Unë nuk jam një pick me. Dhe ti ndihesh pak inferiore, edhe ndoshta edhe pak, nuk po them xhelozi, po thjesht inferiore që ajo po bie pak më shumë në sy se ti. Edhe thot, po sa që ke veshur sot, kjo është pikë mi. Ose pse s'mos thësh e veshur Kjo është pikë mi. Kurse Kurse rasti tjetër unë mendoj që ju keni për të shkuar diku dhe ndoshta ajo është veshur aq ekstra sa nuk i përshtatet vendit dhe ti me të drejtë i thua që shiko se a ke futur pak kot, Ne të festa. Tashi Të vë në dukje kur editon fotot. Nuk është pick me. nuk është pikë kjo, tash se kur editon fotot ti editon fotot, po unë nuk i editoj se dal shumë mirë. Kjo është pikë mi. kjo është po. nevojë që ti Kjo është editoj. pikë mi. Ose pikë mi është kur thot, o zemër ke dalë shumë bukur, po më duket se ke egzageruar pak me Photoshopin. Më thon, okay. Nuk është pikë. Jo, nuk është pick me. Kur ta thotë të vërtetën në sy, Nëse ti e ke Ti ja tek Lea se ka foto. Po, ma the mu për aty ditësh. Po ta thash, po nuk të thash pas ke dalë shumë bukur, por e ke egzageruar. Thash vetëm pjesën e ke egzageruar. I shërben çunave ujë ose pije kur i mbledhur diku. Jo, kjo është pikë mi. Kjo është pikë mi. Kjo është zrraxhie. Tash thjesht mendoj që ajo thjesht kërko vëmendjen ta marrë për vete. Domethënë nuk e pranon faktin që vëmendja është diku tjetër dhe do mendoj mos si ta ketë vëmendjen te vetja. Po, nuk mendoj që një vajzë është aq rënd sa të tentoj të marrë vëmendjen duke i shtir ujë çunave. O zemra ndoshta thjesht e ka ndarë. Thjesht e ka ndarë shtëpi o burrë dhe Është një sjellje që ti mbushësh ujin në tavolinë me grup me çuna. Faktet kanë treguar, kushdo që ti ishte doja mbushje ujin, nëse je në komë. Unë po gjithmonë këtë gjë. faktet ka treguar që kur je shumë e sjellshme me dikë, ta marrin për dobësi. Ka mendim të kundërt për çdo gjë. Pick me. Unë mendoj që është pikë mi. Është e vërtetë, që kundërshton, të duket ndryshe nga të tjerë. Domethënë Pa jemi është pikë, jemi çdo gjë. Po, jemi një grup me goca tani dhe fillojnë të flasin për minifund. Dhe gjithë janë shumë okay, dhe del njëra thotë, "Mua nuk pëlqen minifundet, se mendoj që pak me fundin poshtë gjurit është më mirë, se edhe ti je më rehat kur kërcen." Është fiks pikë mi. Unë mendoj që një gocë pick me është edhe një gocë që për shembull ka përballë një gocë që është e bëshme dhe thot, ose jam shëndosh, ose një gocë që ka shumë akne thot, "Më ka dalë mua një akne këtu, nuk di si ta heq." Si mendoni, jam pick me? Unë jam një person e zëm që kam gjithmonë lëkurën e pastër. Ti je për shembull një person që e ke gjithmonë fytyrën me akne. Tani mua kur më del një puçër, Pick me. kur më del një puçër, mua më duket fundi botës sepse unë nuk jam mësuar që ta kem fytyrën me Mos akne. nuk është momenti ta thuash O, ti po, që do rriom kesh fytyrën me akne. Ore jo, edhe një herë se s'ka filter. Tani për shembull kur më thot dikush që shikoj ke fytyrën shumë të Pick me. të bukur, domethënë nuk e ke me akne ose kështu, unë thjesht e pranoj dhe them po e di faleminderit, kam gjenetike. Nuk është të rrit them, jo po XY, e pranoj dhe them faleminderit se kjo është një metodë që domethënë një femër që Ose s'është janë pikë mi. ca goca Unë mendoj mbushin që pa. më e bezdisshmja është më shumë kur ti je grup çuna goca dhe më shumë kur kjo gjë është në sy të çunave. Po, aty në sy Se kur je me çunave. gocat, okay, është pak më kështu, por kur është grup çuna dhe tenton, me doj mos ta marrë atë vëmendjen, unë mendoj që aty bëhet pak e bezdisshme. Më shumë. Mendoj që sado që të përpiqemi ne të dukemi bukur, e kështu është energjia ajo që nuk gënjen. Pra, nëse ti fokusohesh vetëm te pamja fizike, siç ne na ndon ndonjëherë që shiko, ai më bukur, harrojmë që ndonjëherë është ajo energjia që transmetohet, ajo fjala që themi që ka më shumë rëndësi se si sa dukemi ne të bukura. Nuk dua zemra të ketë rëndësi fare fjala, dua duke myll. Çfarë keni bërë ju të treja? Pick me, choose me, love me. Ne shkuam për hiking. O zot. Të betohem, Dhe hera parë du ta themi që ne nuk patëm një incident dhe këtu duhet të sqarojmë një herë e mirë. Meriton. Mua doli shpirti. Marrim pak kohë televizive të sqarojmë që unë emën nuk e kam inat dhe nuk e bëj kastile kur dua ta vras, okay? Kemi prezente që e bën. E bën. Kjo thot
bëhet shpella zeza, nuk supozohet jetë shpella pullumpas? Se është e zezë, është e errët nga brenda. Po, ndoshta është një shpellë e zezë me shumë pëllum. Çdo shpellë është e zezë. Ose nuk ka dritë fare dhe normalisht që... Apo janë fshirë këtu puma? Në këtë gujë tonën na kanë ardhur dhe personazhet që po na ndihmojnë për të ikur tek shpella e Unë nuk mendoj që ata po na ndihmojnë, ema thjesht atyre duken humbur pllumat për vete. Ky është më i madh dhe po na adreson në fakt për na çuar dhe rrugën po na e bën më të qartë. Mos mësoj që do futemi këtu, se ky sa këtu. Sa bukur, sa gjelbrimi moj. Ku jemi? Tek shpella e pëllumbasve. Kemi ardhur akoma. Zemrat e shpella e zezë me pëllumba dhe lakuri. Ne sot donim t'ju merrni me vete në një tjetër sport ekstrem, gati për të vdekur. Jo, mos e thënë zoti. Do bëjmë hiking. Kemi ardhur sa orë larg ishte? 1 orë afërsisht, pak a shumë. 1 orë larg Tiranës. Kemi për të bërë 25 minuta ecje. Mua më pëlqen shumë natyra në fakt, sepse rikonektohem me qenjen time shpirtërore, me energjinë time e brendshme, kështu që më pëlqen shumë natyra, hiking, so do ta shijoj shumë. Mbarove misionin tënd. Nisemi, hajde. Ikem, hajde. Shpresoj mos syej më qafën. Është hera fundit. Kujdes nga unë. O, zot, se më linin këtu do rria, në fakt. Maksimumi 2 ditë, se s'do shtyja më shumë. Erdhi grupi! Goci is here! Tu merr shpreja vlerë, që themi. Shpreja vlerë? Tu merr vlerë shpreja? Sa e du në terrenin, po terreni është i frikshëm. Është këngë kjo, ema nuk është shpreh, por okej. Është bërë gjysore që ne po hecim dhe shikojeni pak se kë kam nga mbrapa që më ndjek kaq besnik. O Puqi! Se si janë meshkuj si qenë, që janë kaq sportive. Sepse janë si dera, da. Përveç se duhet ngjisim malin, duhet bëhemi dhe vlogatore. Hajde Kle, hajt para. Ua. Unë kam një mision sekret. E, nuk është aq e vështirë sa mendova se do ishte. Edhe unë mendova Do dhe bind shumë herë Klea. e vështirë në fakt. Që të Por ngjitet që me jam them. super besoj tani Klea me Ja, da. këto. O, zemra kërpudhësh ajo? Ua, një kërpudh! Ku e ke? Jo se mund t'jetë helmuse, Klea. O, zemra mund t'ketë smërf sa brenda. Qash? Shqive sa e bukur. Fal këto kërpudha hamnit? Ua, shi sa e bukur, pse marrim ta majmë kujtim? Iko zemër, mos na fut për tabela. Zemra. Medalja kërpudha ishte shumë e bukur si smërfsat. Po. Ti e bërë? Ishte thjesht O, gjë. zemra, ore ti. Sema, se thashëm hyrë në gjarë për vesh. Që kur hyn gjarë për rind në vesh. Po ti gjën nga futet gjarë për? Tani. Kujdes, çfarë? Këtu do bëjmë sfidën e parë. Që nga regjia neve do na vijë pyetje trivia quiz. Dhe kush e di më mirë përgjigjet e pyetjeve për shpellën e pëllumbasve fiton. Edhe ai që humb ka një dënim. Unë nuk kam shumë informacion për shpellat, po do përpiqem shumë me mishë me shpirt ta fitoj të sfidë, si një luftëtare që jam. Sa metra mbi nivelin e detit ndodhet shpella e pëllumbasve? 500.000. 200, Fal, 500, se thash 500.000. 800, 500. 1500, 2000 maksimumi. 500. E vdekur. 800. 800, Përgjigja e saktë, 350 metra. Kush është më afër, regjia? Më afër ishte Kristëlli me 500. Ua, të kisha mbajt 200-ën. Fitova. Po pse më kaq poshtë jemi ne? Po pra dukemi shumë lart. Unë do thoya 5000 njerë, po shqyr se thash do leja nam. Sa metra i gjatë është tuneli që përmohet e shpella e pëllumbasve? 4. 500. jo. Mund t'jetë një diku 8 ose 5 metra i gjatë. Fal, thash 500 metra? Po, 500 metra i thonë, A mund ta ndroj? Regjia Jo, mund ta ndroj? si- Po nuk e thash përfundimtare, nuk e thash përfundimtare. 10. unë mendoj ose 10. 5 ose 8, po do t'jap një përgjigje 5 ose 8. 10. Përgjigja e saktë 70 deri në 80 metra. Isha më afër.
Kush e fiton? Se mos zemra sa i gjatë çika tuneli. O zemra, si mund t'i thash ti tuneli 8 metra? Tunel 4 metra. Tunel 4 metra. Fituesja është Kriste. O Krista shtyu pak. Next. Tani, kemi pyetjen e radhës. O zemra, më shumë si të humbas unë. Se jam Bjonde. Je bjonde. Je bjonde. I gotta live up to my Bjonde. Në cilin vit është vizituar për herë të parë shpella e Pëllumbasit? 2004. Unë mendoj se shumë para 2000-shit, domethënë nga 98-a, 99-a varet. 2004. Ose në 2000-shin, po jap 2000 më mirë. 97-ën, se ka qenë kohë trazirash edhe bënin punktot. Po dhe vini Në shpella. 2000-shin. 2004. Përgjigjja e saktë 1995. Fitove ti? Fitove ti. Tani fitoj unë se bëra 2 përgjigjet e sakta, humb Klea se bëri 2 përgjigje të gabuara. Dhe si ishte rregulli që kush fiton? Kush humb? Do mbaj një Do tani. Logjikisht do jap unë dënimin se unë fitova. Unë do la vend dytë, kështu që... Okej, Ema. Me që u lodhëm, a japim gjithë çantat Kleas ti mbaj. O zemra! Hajde! Jam 5 kg ro! Po nuk ja u ktheva, të betohem! O zemra, këtu ka shumë shkure! Ja dalë! Jo, nuk mund t'ja dal! Atëherë, Klea mund bëjmë një deal. Jo. Po. Do t'i mbaj unë çantat me një kusht. Ti t'hiposh në pemë. Opa. Në qa peme do me t'hyp? Kjo është një pemë! Edhe t'futem aty unë shkure. A do t'mbash çantat? I would rather... Vazhdo mbaj! S'ke pemë të tjera rrugës, mund të ndrosh mendje. Nuk du me hyp pemë. Ema, Delia që shkëputet nga kopeja e ha ujku. Unë jam ujk vet, unë ha, nuk më han. Atëherë me që gocat i kanë para, misioni im sekret është t'i bin gocat që të më thonë të dua. O Ema! Ha moj! Arrin të shpella! Ku është? Kjo është shpella që të talleni ju me ne? Dilni pluma, Tu dilni. si nxej gjithë plumave mi. Ha, smit. O, goca. Atë ditë që desh vdisha unë që rash rrëzova. Do ju kisha munguar në qofë se unë do ikja? Ku do ikim? Idiotë që je. Qofë se do kisha ikur, s'do isha më me ju. Nuk vdes njëri se bie nga karroca. Masi unë kishte thyrë. Do më kishit të Do kishte thyer hundët. Ti mendoj që mund gjejmë një bllovac tjetër kaq të mirë sa ti. Madje aty te studia do merrnim një foto tënde, do ta lindnim aty te studia, do të pyesnim për mendime që na thotë do kishe content të televizionit. Po, do kishe edhe shprehjet e tua aty te mori. Po, a më doni apo ja? Se mirë dhe mizat e veshi! Unë nuk e du fare. Nuk më do? Unë të dua. Varet nga dita. Më do. Sa sigur ti e për këtë që the? Se që ti të shma. Po të pyes, a më do? Të dua me. Klea, nuk më the. Më do apo s'më do? Varet nga dita. Po thuaja pra, më do s'më do. Të dua Jo, s'të nuk dua? të dua. Nuk më do? Ja. Okej. S'du me du, nuk du me du, nuk du me dash. Nuk du me dash. Po mirë moj Klea, po të kishe ngel vetëm unë dhe ti në këtë botë, nuk do më doje ti mua? Vetëm mund e time? Po, Jo. s'do kisha opcion tjetër me këtë rrije. Me këtë rria. Vetëmi. Po Klea, po sa kokëfor që je o gos, po thuaj që të dua. Po nuk të duami. Po thuaje. Po nuk të dua, moj. Unë po them thjesht thuaje, nuk ka gjë mos e ndjej, nuk prish punë ndjesia. Po si mi, unë nuk them të dua nëse nuk e ndjej. Kujdesi se ka. Të paktën do e dimni se ku të gjeni eshtra tona. Do hini të si lule. Jo, nuk lodhët një i marrë në si lule këtu për zotin. Tani është radha e misionit tim sekret. Unë duhet të ndërroj diçka me Kristallin, një veshje. Dhe regjia më komunikoi si avantazh nëse mund ta bëj për 5 minuta, unë nuk do kem çantat në kurriz. O zemra, unë u lodha shumë këto atletet, po më prasin super shumë. Ato, çfarë numri ke këmbën? O Klea mund të kishe hipur thjesht në një pemë. 37. Edhe unë 37, 34.
A dhe ndrojmë bashkë? Duke shumë të rehatshme. O, Klea, mos e fut kot edhe pak rrugë kemi. Të maj edhe çantat maj, unë gjithë rrugën, pak të ndjetë atlete. Sa të kanë atletës, janë prish? Janë shumë të ulte, shive si janë, u lodha. A ke i farë mëshire bënda shpirtit ta? Ti nuk je the të dua asaj. Po se ajo më dha me obligim. Ti thua të dua, unë t'jap atletet. Deal. Deal, të dua. Thank you. Ja, me do se nuk dhe e thoje. Vlevet. Po të e shumë të sheshta. Po, se dhe pak rrugë kemi. Po lumbat e mi, kudo ku jeni në botë. Po, unë kam edhe një kështu tjetër. Që unë nuk po të mbaj më çantat. Pse? Sepse kisha mision që ne të ndronim diçka bashkë me njëra tjetrën dhe nëse bëja për 5 minuta, unë do maja më çantë. Jo! Sa minuta, mos e bën për më shumë se 5 minuta. Jo, për 5 minuta kemi bë më pak. Ti direkt, sa robi mirë je kur do. Jo! Që donin ta linim gjys. Agjendët tanë, qenushat tanë sapo na lajmërojnë për gujdën e tyre që kemi arritur. Bravo, bravo, beba, bravo. Bravo, ti ishe një zotri vërtet. Informacion shumë i rëndësishëm. Në këtë shpellë jetojnë lakurishët e natës. Bici lakuriqi natës. Tani mund të na thoni të gjithë që jemi shpellare, sepse erdhëm në shpellë aty ku na takon. Ndrojmë atletet? Po, t'ulem pak. Yes, please. Ore, tani që mendoj, ti e the misionin tënd. Unë? Po kur fitova pa. Pse po ju thoja me ngulëm mund më thoni të dua, të dua, të dua? Pse po të ngulmoja që mos të ta thoja të dua? Ua! Pasaj trash. Ti për vërtet më do? Po e kisha menduar që kisha. Po. Ua! Unë e thash për zotin se shiko doja të ingranoja pak. Kurse imi ishte që të bindja Klean të jipte në pemë. Edhe thash qau çu pesh kjo me hip pem Klean. Unë mendova se u lodh, thash okej, se Klea më gjithmonë që është pak kështu dhe thash okej. Është pak kështu. Tani dua të them që të gjejmë 3 sende, secila nga 1 send, dhe pastaj të votojmë se cili është sendi më i bukur që i përket. Ti gjejmë këtu? Po, këtu, 3 sende, domethënë, njëra mund të gjejë një gur, tjetra mund të gjejë, domethënë, koka. Duhet të jemi kreative, nga asgjë të gjejmë gjithçka, kështu që Sa bukur? unë dua të marr këtë gjën sepse simbolizon forcë dhe me vënë atje për shembull si trunk. Ja. Unë gjitha këto që si ngjajnë si zbukurime të Për zotin, ve pa këtu, ve te ga ime. Shi sa bukur ngjan. Po t'ja vesh kësaj këtu. Veja dhe atë. A u mundua shumë Klea për ta gjetur Zero, këtë? mundova shumë si ka brenda të shpella dhe është me kuptim. Është me kuptim filozofik. Ndërsa kjo ima jetë në fund në Jo, errësirë. Ka jetë në errësirë. Që jeta e gjen një mënyrë. Fakt jeta lindë në errësirë. Ndërsa imja ishte sa del nga shpella, sepse kjo trung do të thotë që dikush e ka shemb nga shpella dhe shumë poetike. Shumë domethënie. A mund të votojmë cila është më shumtuara? E imja ka kuptim. Ka kuptim e Klea, se me thënë drejtën. Okej. Filozofike. Më e keq që nga këto të dyja? Kjo është e bukur, realisht mendoj që Shiko, po këto për naj art kontemporan duke shumë bukur. Janë të dyja shumë përputhen, domethënë kombinojnë njëra tjetrën. Jo, nuk kombinojnë, ti humbe. Dënimi, regjia më thotë që kemi një dënim. Ha, çfarë dënimi Po? është? E qartë, dënimi është të mbash çanta. Zemra. Ema! Mere. Si? Do t'i mbaj? Po. Ajde, nga të përbëja shaka. Ja, Po tallesh. po tallën, po hajde. Okej, unë do e marr këtë si shkop për të ecur. Faleminderit kush kujtohet, se ju s'kujtoheni. Bëvra, shpëllarja, guga. Guga. Sepse jam shpëllare, ka marr pemë. Po, si është
është të ecësh në natyrë, të dalësh, të bësh më hiking, ishte se unë nuk jam as palestre, as ecje, as gjë, zero. E di se sa të mëshme është të bësh hiking nëse ty të detyrojnë të mbash gjithë çantat në krah? E shijova shumë dhe me thënë drejtën kur po niseshim për hiking, na u duk si pafundësi ajo shpella. Ne bëm vërtet hiking nga fillimi deri në fund. Dhe deri në fund. Sa minuta? Kishte një moment. Zemra një orë, ca një nuk doja ta orë. bëja, më ishte një moment që unë ta. Një orë sepse ne dhe xhironim, kupton? Domethënë përveç se hesnin të po e bënim me vërtet eksperiencë, po xhironim. Dhe xhironim një plan nga 3 herë. Po, dhe kishte një moment që tham do ta lëm, do kthehemi dhe ishte Melisa që po thonte që na arritëm deri këtu, hajde të çojmë deri në fund. Na ingranoi. Ishim super të acaruara dhe ai momenti kur pa shpellën. Shpella goca. Si shpellar. A do kurse Zemra nuk ja vlente fare një orë gjysmë ngjitje madhe. O Klia, të lutem, ajo vlen është e të mbrojtur si bukuri natyrore, si trashëgimi natyror. Aty për shembull, të kishe kohë Bravo, për i shoh që është mbrojtur, mua nuk më pëlqeu. S'kishte asnjë gjë, i ka tjetër një kështu shpellë me gura, një orë gjysmë ecme. Dhe Pick me. Dhe vërteta, kur shkova aty thash me vete, okay, këtu kanë fjetur këta shpellarët, po mendoja ku kanë dhënë dhomën e gjumit, atë kuzhinën dhe Dhoma e gjumit, e bëj sistemoja, po ishin ca gur kështu, moj për zotin një shaka. Ka dhom gjumi. Po mekja me vetën ishte fani, domethënë ishte si ato filmat vizatimor që futesh në një shpellë si këto. Aq fani ka qenë dhe dikur. Aq fani ka qenë. Domethënë si flinin, ku ka qenë këto. Ata nuk kanë pasur rroba, në dallim nga ne dhe në dallim nga unë dhe Kesiana, që këtë herë u pasuruam dhe me 2 kostume të tjera ekstra. Urime miqtë tonë. Shikoni se çka kostumesh të bukura kemi gjetur unë dhe Kesiana. Miket tona. Tani mua dhe Kesianës çoç na ka dalë nami që zihemi me njëra tjetrën, në Nike dhe rivale. Nuk ka zë, s'është pa gjë son. Po si me ta aq keq? Ja. Tash i te kjo sfida që ne do bëjmë, dhe vërtetojmë të gjithave ju që fjalët nuk janë dhe aq të vërteta, se ne e njohim njëra tjetrën dhe si është të pa interesuara për njëra tjetrën, ë? Pa, është vërtet. Për shembull, le të bëj një pyetje kot. Kush është kafshë e preferuar? Aldi. Ti. Okej. Që drova e para? Ne do na bëjmë sa na fund herë kas. Ne do na bëjmë sa pyetje për njëra tjetrën dhe në fund ne do gjejmë veshjet ideale për njëra tjetrën. Pra do bëjmë një dhuratë njëra tjetrës. Bazuar për stilin edhe veshjen e. Okej. Mirë. Regjia, Do mbësh i dhuratë me? me që më bën ti thash varga, të bëj zemër gur. Kristel, cila është ngjyra që Kristiana s'do ta vishte kurrë? E verdha. Se ke kasa në perani. Se ke veshur ti të verdh? O, perani, qa ka? Po ka vesh të verdh. Okej, a mund ta ndroj? Jo. Vazhdojmë. Sa mund problemi pastaj në këtë marrëdhënie. Fan, ke parë një të vesh të kuqe? Po ti bën buzët e kuqe. Bëj buzët, po nuk e vesh. Është tjetër gjë. Ke vesh një herë në fillim të sezonit të parë Vazhdojmë gozit regjia. një hudit kuqe. S'ka qenë e kuqe. Portokalli. Vazhdojmë regjia. Kristiana, Kristulli do zgjidhte takat apo atletët? Kjo më mirë që ecëm me atlet, stoj si me E, po kjo ishte shumë e thjesht. Unë Po tani regjia. e shtype këtë, ha. Po këtë pësa e kemi, ne? E kemi për të bukur. Okej. Kristel, cila është veshja që Kristiana ka më shumë në garderobën e saj? O, kostume sportive. Pa, gjeti. Hudi. Kristiana, cila është veshja që Kristulli ka më shumë në garderobë? Ka gjithet shumë gjaketa, besoj. Jo gjaketa, po veshje serioze, a? Po jo vetëm, edhe një qëshë e vesh shumë shpesh. Kështu gjëra palestre streç, që është sot. Si që vesh sot, se tashi duhet E të shish- reklamojmë dhe Që nuk jam unë problemi. burimet natyrore që kemi. Do vishë Kristiana në një event, minimalista apo ekstravagante? Jo, ekstravagante. Kristiana që nga flokët është ekstravagante. 2 metër bish dhe mra, kurse va zixat. Ekstravagante. Te festat. Unë do isha minimaliste. Okej, Nuk guxoj, Mes. nuk para guxoj. Varë do vishte Kristulli kur s'ka nerva. një kështu si sot. Fix, e gjeti. Më një kemi dreq. Varë do vishte Kristiana në një date ku nuk ka shumë interes. Hajde vetë tuk e dio Kristën. Mendoj që të dile me kostum sportiv. Si s'vjen punë. Pa. Si s'vjen punë me kostum sportiv me streçe, për bulti. Sa kohë i duhet Kristullit për të gjetur veshjen e duhur? Për ta bler. Për ta gjetur në garderob.
Në garderop, është garderop, a kemi që është ai momenti që e hap, kemi gjithë një moment që e hapim në mëngjes, kur bëhemi gati për punë, dhe thjesht Çfarë vonohet, kështu që i qenë shpejt i bie. Po, maksimum 20 minuta. gabim. Unë nëse vënohem 1 orë para se të vi, 20 minuta është vetëm rri para dollapit. Po të nuk vënohesh kur. Po plakësja. Thjesht kjo vjen në fundit edhe sa ka parë që vënohen tonë. Cila është ngjyra e preferuar e Kristianës? Mendoj që është gria. Do të thënë, gri, zez, blu errët, këta, Gojët e liga flasin kocë. Cila është ngjyra e preferuar e Kristelit? Po të tjetë e zez, ose ndonjë kafe. Tani në vjesht janë fiksuar me kafe. Në më thënë fiks si kafe, si në uthull të qishkja. Edhe vishnja. Po edhe vishnja dhe zeza. A mendoni që keni informacion të duhura për një të ligjetur vjesht e duhur? Pa, unë mendoj, pa. Për Kristianën një kanë shumë thjesht. Edhe unë për Kristallin. Mjafton të jetë diçka me ngjyrë të errët, sportive për këto ditë edhe. Pa, Kristiana mjafton të vishet si çun, kostume sportive. Jemi ne. Tani, duke qenë se Kristalli, sidomos këto kohë që ne kemi pafund xhirime vishet vetëm sportive, unë mendova që të marr një kostum sportiv të Label. Dhe tani e kam këtu po siç nuk po di ngjyrën. Po mendoj për kafe të errët. Si duket? Se di, pëlqen shumë ky. Ta kisha marrë dhe për vete, po, ta këshiat pa marrë kësaj soki. Tani, si çdo gjë tjetër këtu në vilë që merret vesh, mua më spionuan që Kristiana më ka marrë kostum të Label. Tani, unë mendova se do t'rregoje e keq ajo, dhe do merrte ndonjë gjë jo të mirë, po me qënë se më ka marrë një kostum të bukur dhe cilësor si që i ka Labeli, do ja marrë dhe unë aty. Tani ngjyrën uroj mos të bëjmë zing, por unë i thash asaj që më pëlqen kafja, kështu që ja dhash një hint. Që ti marrë Kristianës? Ti marrë këtë blune erë? Ua, këtu pas ka dhe për fëmi. Sa cute. Do ti marrë këtë blun. A ju pëlqen? Do t'i shkon të Kristianës kë. Okej, po e porostis online se mbaroj punë për 2 minuta. Kaçurelse. Bëra me hile. Imi një sa! Bëra me hile. Po pse? Pse nuk më lej një herë të bëj një dhuratë, një surprizë? Po unë mora vesh të përshtit të Labeli, edhe mua më pëlqen shumë dhe cilësia shumë e mirë, dhe thash ta merrja edhe unë që. Më pëlqen shumë. A më pëlqen fort? Më shafoj? Ja. Shafoj. Si ju duket, kush ju pëlqen më shumë? Ky imi është blu e errët, po kam material shumë të butë, o zot shumë i ngrohtë. Po si bebush, si byç Pepi. Po. Tani Kristiana është extra small, elegante, por unë duke që se këtë kostumi është oversize, i mora masën small, të shumë mirë. Edhe ty ky është small, a? Po, small. Po. Ca kuptimi kanë këta? Kjo është shkrim me alfabetin e të verbërve. Që ka shumë të me thënë se. Kjo lexon Label me alfabetin e të verbërve. Interesante. Ka kuptim, po. Unë vrari tek faqja që kishte edhe për të vegjël. Po, edhe për meshkuj. Edhe për meshkuj. Që mund të jeni një familje e lumtur dhe e bukur nëse Që vini te Label. na gjeni burrë edhe të bëjmë beba dhe të veshim me Label. Është lajt, do bëjmë një foto? Po. Hajde. Ua, disa më kujtua? Sa të da sot? 12? 11. 12 sot. 12. Po, se unë e kam humbur sensin e kohës. Ne nesër bëjmë 1 vit goals. Oh my god, e qaj! Faleminderit. 1 vit goals dhe një nga emisionet më të klikuara. Dhe një vit klikuarit. Dhe një vit dyshime. We love me. Kush kishte dyshime? Po. Ju një vit keni parë
ne në situata të ndryshme, duke rënë, duke u vrarë, duke qeshur, qarë, dhe nuk kemi arritur akoma 10 kënë Instagram. Turp! Për një vjetor është ky dhurata jon. Kjo dhurata jon, thash kjo dhurata jon. Dhurata jon për ju që ju të bëni follow ne. Sa edhe 2.1? Lutem mos na afrish me matematikën tënde. E mbyllim goca? Ase u bët bajata një, hajde mbyllim. Ja, u folëm shumë folëm. Love you. Bye bye. Ándale.